Ka ikur koha e mençurisë. Ke parasysh neve kemi pas një shprehje që është burim mençur ai, shumë i zgjuar, ai ka studiu gjithkohës andaj këtej. Po. Sot mençuria nuk mjafton. Që ti jesh sot i zgjuar nuk do të thotë që je i suksesshëm. Pse? Sepse në aspektin praktik sot njohuria është shumë e lirë. Njohuria është lirë fare. Çfarë do lloj problemi që ti ke, çfarë do lloj njohurie që ty të duhet, akseson online nëpërmjet Google-it, inteligjencë artificiale, lloj artikujsh të ndryshëm dhe ti mund ta gjesh atë. Nëse do të dish se sa gjuhë ka bota, njerëzimi, utesh në Google e gjen. Nëse do të dish si bëhet një trup fit, futesh në Google edhe e gjen. Nëse do të dish se si të hash mirë, si të hash shëndetshëm, futesh në Google e gjen. Është kollaj, nuk do shumë. Pse nuk mjafton njohuria? Njohuria nuk mjafton sot sepse, shiko, përpara se ta themi këtë, më mirë shohim çik si zgjidhen problemet. Okej? Mënyra se si zgjidhen problemet është që neve nga mënyra se si kemi zakon ta bëjmë është që kur kam një problem, unë gjithmonë pyes veten, ore, si ta zgjidhun këtë problem? Për shembull, do mësoj skit, okay? Do mësoj skitun? Po. I mësoj vetë. Çfarë ka të keqe këtu? Asgjë të keqe s'ka, vetëm thjesht do thysh në një këmbë, në një dorë. Nuk do i mësosh dot kurrë në mënyrë elegante, të mirë, do lodhesh, do vritesh shumë dhe probabiliteti jot, rrezikshmëria jote është shumë e lartë sepse skiti janë sport ekstrem. Atëherë, nëse ti këtë problem pra të mësoj skit, ti e shikon që ta zgjidhësh vetë, e ongre, gabim. Mund ta zgjidhësh vetë shumë mirë, mund ta mësosh shumë mirë skinë vetë, por çështja është që është koha, që do doj shumë kohë, është kostoja që është shumë e lartë, sepse ti po rrezikon probabilitetin që të vritesh seriozisht, të thyesh, vritesh, edhe shëndetin dhe koston. Dhe provo, nëse të ecën mirë, po unë do të them nuk është kjo mënyra më e mirë. Mënyra e dytë është se si e bëjmë neve është nga peers, janë këto miqt, shokët, familja, këto njerëzit që janë përreth nesh. Për shembull, dua të zhvilloj biznesin, du ta çoj biznesin në një nivel të jetëfish, çfarë bëjmë, pyesim miq, shokët, hey, si ta zgjidh biznesin, Tash këtu kemi një problem, sepse nëse unë pyes një shok, ai më thotë mos zgjidhe kështu. Nëse pyes shokun tjetër, ky thotë, jo kështu thotë, ai zgjidhe kështu. Atëherë, për të njëjtin problem, unë mora dy sinjale të ndryshme nga dy shokë të ndryshëm, nga dy miq të ndryshëm, se si ta zgjidh problemin. Atëherë këtë zgjedhun, të zgjedh këtë, apo të zgjedh këtë. Kë kam shok më shumë të ngushtë? Ja, nuk funksionon. Kush më duket më e thjesht? Varet. Nëse ti ke për shembull një dhëmb për të hequr, edhe çfarë do bësh? Dhe i ke pyetur shokun, "Ma hiqi çik dhëmbin se të kam shok?" A do të thotë që më hiq? Jo. Do bësh ta heqësh vetë, blesh një pincë atë dhe ta heqësh vetë. Jo. Ato shkosh tek personi i cili është mjeshtër i kësaj pune. Pra, shkon tek mjeshtri i punës. Cili është mjeshtri? Tek dhëmbi është dentisti. Okay? Në rastin e skive, cili është mjeshtri? Është ai instruktori i skive. Okay? Mjeshtri është i lidhur ngushtësisht me atë që quhet profesionist i fushës. Për shembull, për skit, unë shkoj tek mjeshtri i skive, që ka kaluar shumë orë në këtë lloj zanati, ski, nëse mund të themi zanat ski, po jo ski zanat. Edhe është pajisur me këtë që quhet mjeshtri për këtë punë. Opsioni tjetër është që unë mos ta zgjidh vetë problemin, okay? Por të shkoj te mjeshtri, siç ishte rasti i skive, që të marrë një instruktor, siç ishte rasti i këtyre dentistit, që shkoj te dentisti, po në rastin e biznesit si ta zgjidh. Shko tek mjeshtri. Cili është mjeshtri? Zgjeje, kush është? Nëse ti ke një problem biznesi, të cilin ti do ta zgjidhësh vetë, mbaj mend rastin e skive, që mund ta zgjidhësh për një kohë shumë të gjatë, edhe kurse të bëj elegant, por mund ta zgjidhësh me kosto shumë të mëdha, sepse ajo që ti ke bërë mund të dështosh.
Do thosh e mirë, po shikoj se un kam 20 vjet këtë biznes e kam. Dakor. Ç'është ajo që po le shumë lek në tavolinë. Nëse ti pyet një person i cili ka zanat këtë punë, ti do kursesh kohën, do kursesh edhe koston, do fitosh më shumë. Do fitosh më shumë edhe kujt koston fitim. Po le ato lekët që po merr. Nëse ti po bën qarkullim 1 milion euro, po lën 9 milion se mund të merresh 10 milion euro qarkullim. Edhe kush është kosto është 9 milion. Prandaj them gjithmonë është kosto. Shko, gjej mjeshtin. Si zgjidhen problemet, shko